Zëri i shpirti shqiptar. Një ndër ikonat e penës së poezisë së muzikës së lehtë shqiptare. Lindi në qytetin e Korçës me 14 gusht të vitit 1946 në një familje me tradita muzikore. Është një nga 4 fëmijë të këngëtarit veteran, artistit të merituar Gashu Jorganxhi, që për 65 vite këndoi pareshtur si solist dhe në grupin e mirënjohur të këngëve karakteristike kurshare lira. Mësimet e para dhe ato të mesme i mbaroi në qytetin e lindjes më 1964. Më vonë ndoqi studimet e larta në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Histori, Filologji dhe krahasti ndoqi pranë Fakultetit të Shkencave Juridike kursin 2 vjeçar të gazetërisë, duke u diplomuar njëkohësisht si mësuese e gjuhës dhe letërsisë shqipe për shkollën e mesme dhe si gazetare. Menjëherë pas mbarimit të studimeve ka punuar për 6 vite si gazetare në revistën Shqiptare e Re dhe nga viti 1975 si redaktore letrare dhe poete këngës në redaksinë e krimtarisë dhe incizimeve muzikore pranë radio-televizionit shqiptar. Aktivitetin e saj letrar e ka filluar në moshë të njomde që prej moshës 17 vjeçare. Poezitë e saj shohin dritën e butimit në gazeta dhe revista, si Drita, Zëri i Rinis, Nëntori e tjerë. Ka botuar libra me poezi si Net provimesh 1969, Rritje 1971, Lula në pemën e lirisë 1982, Vëdhimin me tregime për Fëmijët e Tetonastës 1975, Monografin letrare Gashu Jorganxhi dhe grupi Lira 2005, Përmbledhjen me poezi Dhëmbje e ndaluar 2008, Lirika Dëshurie, Dhëmbje e bukur 2008 dhe Vëdhime me tregime, edhe ata pinin çaj 2009. Ka marrë pjesë në konkurse letrare kombëtare dhe ka fituar 2 herë çmimin e dytë dhe të tretë për poemat e saj, për aktivitetin e saj më të madh krahas poezisë dhe tregimit. Prej vitit 1967 e ka zhvilluar në gjininë e tekstit poetik të këngës. Është autore e qindra teksteve poetike nëpër festivalet e këngës në RTS dhe rrethet e Shqipërisë. Në anketat e koncertet e RTS si ai kur vjen pranvera, këngët e Stinës, koncertet e Majit, në festivalet të këngës në rreth dhe ato të fëmijëve në Tiranë dhe rrethet të ndryshme të Shqipërisë. Është fituese e 7 çmimeve të para dhe shumë të tjerë. Poezitë e saj janë botuar në Greqi, Rumani, Holland, Kosovë, Sloveni dhe Japoni. Në vitin 1996 ju dha disku i artë i festivalit. Në vitin 1999 ju dha çmimi i mirënjohjes nga Radio-Televizioni Publik Shqiptar. Në 40 vjetorin e festivalit të këngës në RTS më 2001 ju dha çmimi i karrierës. Në vitin 2014 nga promotor ju dha titulli Nderi i këngës shqiptare. Kurse në vitin 2020 me 20 maj, dita kombëtare e jetimve, ju dha titulli Simbol i vlerave të larta humane nga Instituti Kombëtar i Integrimit të Jetimve Shqiptar. Ndër tekstet poetike të këngës mund të përmendim Janë, Se kënduam le ti të vi, Jeto dhe jetën time, Bashkëmoshatarët, Në duart e nënës, Jemi emri i vetjetës, Kthehu për vete për mua, Ne bijtë e lirisë, dhe me këtë të fundit, në dhjetor të 90-s, hapeshin dhe mbylleshin manifestimet e studentëve në sheshin, sot të quajtur demokracia, na lini të jetojmë tjerë. Sot Juliana Jorganxhi jeton jashtë dheut në qytetin e Triestës të Italisë, por asnjë çast nuk ka ndërprerë lidhjet e saj artistike me vendin e saj. Ajo ka marrë pjesë me tekstet e saj poetike në festivalin e këngës triestine, si dhe bashkëpunon me kompozitorët dhe këngëtarët të vendit të saj në për festivale dhe për albumet e tyre muzikore. Në botimin e saj Zëri i shpirtit tim, në parathënie të Natasha Lakos do të citojmë: Zëri i shpirtit tim është përmbledhja e shumëpritur e teksteve të këngëve të Juliana Jorganxhi dhe është rasti më i mirë që tregon se si individualiteti privat i një poete të talentuar është bërë prej kohësh pronë të gjithëve. Dhe nga ana tjetër, një lexim i ri, i drejt për drejt i këtij fondi kaq të konsiderueshëm, e ndihmon lexuesin të ndjejë aureolën dhe frymëmarrjen e këngës shqiptare, që ka shpërthyer për autorën që nga fillimi i viteve 70 të një shekulli ka shkëmbgulës për jetën e shqiptarëve dhe vazhdon deri më sot, pas konsolidimeve të dikurshme më të para. Kënga kur pëlqejet pranohet deri në subkonsciencë, pa shpjegime të mëdha. Por një radhitje e gjithë korpusit të krijimtarisë së autores më serioze dhe më e gjatë të teksteve të këngës shqiptare mund të zbulojë sekrete që lidhen me kënaqësinë dhe nevojën e çdo njeriu që nëpërmjet këngës të pranojë dhe të pohojë veten. Më tutje në parathënie do të shohim Arti magjik. Lexuesi ka fatin të shohë tekstet e këngëve të Julianës
për të gjetur çfarë e shqetëson dhe çfarë ndjen në jetën e vet njeriu, i cili kërkon të ndërtojë një jetë sot e mot, dhe gjithmonë nuk ka përballje më të drejtë për drejtë se me këngën. As më tepër në festival, gjithmonë një ngjarje e madhe kulturore e shqiptarëve, sepse shqiptarët janë një popull i këngës dhe janë kështu edhe një popull i këngës së Juliana Jorganxhiut. Sepse Juliana Jorganxhi bëhet një zëdhënëse e madhe e jetës së secilit, her pas here ajo përgjigjet drejt për drejt dhe gati urgjentisht, si për të bërë thirrje të vazhdueshme për dashuri. E për të vijuar më tej, me kënga model, si çdo gjë që nis nga të rejat e një kohe dhe kthehet në klasike, do të mjaftonte të ndaleshim te koncerti kur vjen pranvera ose këngët e Stinës. Një ngjarje e madhe e kulturës muzikore para viteve në ndjeshë u kthye në 3 ditë dhe meriton të hyjë si një program i veçantë në tekste shkollore, veçanërisht në shkollat tona të muzikës. Një këngë me këtë titull është shkruar në vitin 1987 dhe duhet thënë se shërben si model qoftë edhe për faktin se është shembull tipik i një teksti që udhëhej gjithmonë melodinë përpara. Dhe misteri zbulohet lehtë sepse kënga bazohet në kujtime personale dhe merr për masa të mëdha. Fabula dhe këto marrëdhënie të përjeshme zgjerohen deri për te ditëve të ardhshme. E thjesht duket kjo këngë si vetë vajzëria e 2 motrave, njëra më e madhe se tjetra. Së pari ajo shpreh një dashuri gati deri në dhëmbje. O motër, unë lulet ku ti gjej? Dhe kthehet në një thirrje që i kalon shekujt në dashuri. Dhe pastaj vargu i famshëm, aq i përditshëm por i papritur për fundin e një periudhe që kërkon një gëzim tjetër. Pranvera me një lule zvjen. Kur i vogël në lëndina, mbi bari shëndriste në nëves. Në prag pranvere një lule gjeta. Erdhi pranvera, thira me një herë. Buzëqeshi motra ime, se desha t'i thur një kuror. Më kot vrapova dhe kërkova, të tjera lule jo nuk gjeta dot. Një pik ves mbi fashë ra, o motër unë lulet, ku t'i gjej? Ajo e din të ndaj më tha, pranvera me një lule jo nuk vjen, jo nuk vjen. Muzika, Erdit Gjebreja, këndon Frederik Ndoci, koncerti kur vjen pranvera 1988. Dhe në fund të librit Zëri i shpirtit tim, do shohim mira zëra në një zemër, që të thot vlerësime të ndryshme nga autor, këngëtar, studiues, kritikarti, gazetare e shumë të tjerë, që kanë ndjerë pasionin, dashurinë e teksteve të Juliana Jorganxhi. Një ndër ta do shkëpusim për ditën e sotme. Të punoje me Julianën ishte një komoditet për të gjithë ne kompozitorët dhe krijuesit në përgjithësi. Ajo vetë luante në piano dhe e kishte muzikën në damarët e saj. Një traditë e kulturë familjare të shkëlqyer, por mbi të gjitha, me një këmbgulje dhe etje për të mësuar e përballuar çdo situatë të jetës, si një grua kurajoze dhe e guximshme, që dinte të impononte idetë dhe mbi të gjitha fjalën e saj. Avni Mura, kompozitor, këngëtar, artist i popullit, nderi i kombit.